Good job, Collie. With the two buttons. Good job, Collie. Collie, listen to me. And the two board, isn't? Yeah. Yay! Good job! Yay! Yay! Look at this! Look at this! Look at this! Me. Now, Collie, you turn. So. Your turn. You turn, Collie. Listen. So, Collie. Up your hand. Take this other ball in the bin. Collie, listen to me. Listen, Collie. Up with this finger. Kujdes, mami. Okay, ha, liroj ato. Collie, we can leave the ball. Here. Katalia. Katalia, imbarove makaronat ti? Që ke lënë? I don't know. Që ka ngelu pjata atje? Shikon? Good job, mommy. Then Collie. Boing. Të ka kapur flokat? Ja. Se kanë? Dole me të bukur. Oh, so cute. Lot diyor bak. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video të re. Unë jam këtu tek dhoma e Kuros, në të cilën zakonisht më mbledh të gjitha rrobat dhe siç më shikoni këtu, janë disa pako që kanë ardhur gjatë kësaj jave edhe nuk i kam hapur akoma, me idenë se do t'i mbledhja dhe do të bëja një video. Përveç pakove që kanë ardhur blerjet online, do t'ju tregoj edhe disa blerje të tjera që i kam bler nëpër dyqane. Unë do ta nis një herë duke hapur pakot. Të hapim këtë pako që kemi marrë nga shenji. Kjo pako sapo erdhi sot. Brenda kësaj porosie ka qenë edhe diçka tjetër, i cili është ky fustani, por ky ka ardhur i pari, pra ka ardhur pako më vete.
Ky është ripi i fustanit, i cili ka këtë detaje me këto gurët. Ky me këto krahat kështu, edhe me këto detajet të lulet kështu nga fundi. Fillojmë me gjën e parë. Është e pamundur që unë të rezistoj fustaneve, sidomos kur shkoj për në Shqipëri. Pjesën e fundit e ka me këtë detajin, është me ripa, edhe kjo pjesa përpara me këto dy ripat. Këtu kemi roba banje, që kanë shumë të bukura kështu në sy, fikse ashtu siç i prisja, janë nga këto body, me këtë lidhsen këtu mbrapa. Këtu kemi përsëri një fustan. Është një fustan i thjesht. Prerja e këtij fustanit ka këto detajet dhe është paksa i gjatë. Në fakt është më tepër i përshtatshëm për të veshur në një festë ose në një mbrëmje, pra vjen pak a shumë si një prerje serioze. Kemi tani edhe këtë. Këtu kemi një letër e cila ka këtë imitimin e drurit, pra në ngjyrën gri. Këtë letër e kam marrë për të vazhduar setin e fotografive që unë bëj për çdo muaj të koralit, ashtu siç kam bërë edhe me Katalean. Koralit i takon që të bëj 6 muajsh, madje edhe 7 muajsh, sepse do të qëndrojmë paksa gjatë në Shqipëri. Nuk doja që të prishja linjën e pamjes së fotove dhe u mendova që të marr diçka të tillë që është pak a shumë si parketi që kam unë të shtruar në katin e parë, dhe pastaj sendet që plotësojnë të gjithë setin fotografik do t'i marr me vete. Prandaj dhe kemi 2 valixhe dhe kemi këtu edhe diçka tjetër. Kjo është si silikon. Këtë pjesën këtu e ka kauçuk, këtu e ka silikon, për të formuar akull. Pra mbushet me ujë kjo dhe mbyllet me këtë kështu dhe futet në ngrirje pastaj që formojnë kupat e akullit. Një fustan. Prerja është e njëjtë me këtë fustanin këtu. Tani do t'ju tregoj këto që kemi bler në dyqane. Ky është një fund i zi, i thjesht, dhe i kam marrë të markën Spencer. Këtu kemi këtë rrobat e banjës për Katalean. Kemi marrë tek Next. Këtu kam 4 komplete për Katalean, të cilat kanë ngjyra të ndryshme, por janë në të njëjtën model, dhe bluza vjen me këto krahat kështu. Këto vinë në këtë ngjyrë roz, pra materiali është pambuk, edhe këto janë të bardha. Këto janë për koralin, janë body me mëngë të shkurtra, pra janë 5 të tilla. Kemi edhe një veshje tjetër, shumë e lezetshme, dhe kjo për koralin, me lule shtrydhe. Kjo kishte edhe këto aksesorët, kjo është një fjongo për te koka, çorapet, edhe gjithashtu kjo kishte edhe këto syzet. Tani, moshën e koralit nuk vjen këto syzet, por gjithsesi ishte brenda setit. Tani, blerje të tjera në dyqan, kam marrë këto produkte që donatuen. Ky është një sapun organik, i cili është me mjaltin manuka, me të cilin laj të dyja vajzat. Kjo është një deodorant, pra anti-diers. Edhe ky është me përbërje natyrale. Gjithashtu tek i njëjti dyqan marr bojën e flokëve, janë bojra organike dhe nuk ta dëmtojnë flokun asnjëherë. Nuk ma kanë bërë flokun e ashpër, si në përgjithësi bojrat me amonjak. Disa plastera, këto janë kundër ujit, gjithashtu edhe shurupa qetësues paracetamol për fëmijë. 2 kremra, në fakt unë këtë kam përdorur dhe përdor gjithmonë, po këtë e mora këtë herë për herë të parë. Të 2 kremrat janë për zonën e bebelinës, po gjithashtu mund t'i përdor edhe nga fytyrë. Kjo është për Katalean, sepse për koralin kjo nuk lejohet.
përdoren te fëmijët mbi 1 vjeç. Kjo është sprej për mushkonjat. Kemi edhe këtë setin, i cili vjen kështu me çantën e vet. Ka të gjithë pajisjet, kremrat që duhen për në plazh. Janë brenda edhe për fëmijë, edhe për të rritur. Kemi edhe një palë sandale që ja kemi marrë katalogs, të cilat janë këto. Tani do të vazhdojmë me pakot e tjera që kanë ardhur online. Vazhdojmë me këtë pakon me qesen roz. Kemi diçka të veçantë. Në fakt, për ju që i keni ndjekur pothuajse të gjitha videot e mia, e dini që para gati 2 vitesh unë kam përgatitur një unaz e cila është shumë e veçantë për mua, me qumshtin e gjirit në kohën kur unë ushqeja Katalen dhe nuk ishte se si më kalonte diçka e tillë, edhe me koralin, dhe vendosa që të bëj një varse. Me Katalen ka qenë një paketim pak më i vogël, ky pas ka paketimin shumë të lezetshëm, me këto brenda ndodhen të gjitha pajisjet që unë të përgatis varsen me qumshtin e gjirit. Tani, meqense unë procesin e përgatitjes së unazës me qumshtin e gjirit e kam sjell posaçërisht me një video këtu në kanalin tim, kam menduar që procesin e bërjes së varses nuk do ta sjell me filmim, por thjesht do t'ju tregoj varsen pasi unë e kam përgatitur. Tani vazhdojmë me këtë pakon këtu. Këtë pakon unë e kam hapur, vetëm thjesht këtë ngjitësin e kësaj, por nuk e kam parë akoma brenda. Në këto kutit e kuqe ndodhen varse. Janë varse të personalizuara. Kjo është për mua me 2 zemra, të cilat kanë emrat e vajzave. Varse tjetër është dhurat për nusen e vëllait tim. Modeli është kështu. Pjesa e zinxhirit është më e plot, më e trash. Edhe zemrat janë të tilla me emrat e fëmijëve. Përsëri, edhe këto janë dhurat dhe janë dhurata të personalizuara. Këtë herë i kemi dhurata për gjyshin dhe nënën e Katalez dhe të Koralit, pra për prindrit e mi, të cilët si vjet bëjnë 40 vite martesë, dhe me rastin e 40 vjetorit të martesës kam bërë atyre këto dhuratat e personalizuara, që unë shpresoj që ata do t'i pëlqejnë shumë. Besoj tani në këto momente që ju po e shikoni këtë video, ata i kanë marrë dhe do t'u sjell reagimin e tyre me videot në vazhdim. Kemi këta filxhanët, i pari është filxhani për gjyshin, në të cilin është dora e gjyshit, ku e kanë kapur nipi edhe 3 mbesat e tij. Këtu kemi filxhanin për nënën, të dizajnin kështu, dhe po ashtu edhe për nënën është dora e nënës. Këto ishin të gjitha blerjet e fundit që unë kam bërë. Edhe pak ditë edhe ne do të shkojmë për në Shqipëri. Vazhdoni të ndiqni këtë video për ditët në vijim, siç kam bërë edhe për herë të tjera. Videot nga Shqipëria unë kam dëshirë që t'i sjell më vete. Number 2. Really, guess I got number 2. Yay! Number 2. Number 3. Number 3, Carly. Really, guess I got number 3. Your face with a number 3. Course number 3. I bet didn't go number 3. I bet this thing, Carly, goes number 3. Carly, goes number 3. I bet this thing goes number 3. Where is it goes number 3 too? And look at it goes number 3. To Tabakaya. Katu, no number 3. No scars here. What's a girl number 3? Will you get a good number 3? I bet this thing. Okay, Carly? I bet this thing. Go number 9. Katu, will you get a good number 9? What's a yeah, okay? Give me. Can you do? Okay. Go. Good to see Mickey Mouse. Okay?
Wow, zemnat. Vado se gjiti kush në më të le, okej? Vali gjishtin për të them, vali gjishtin kali për të them. Kush në më të le për të them? Këtu apo këtu? Nuk në më të le kjo. Kjo në më të le. Okej? Lita kova, qape në për. Dhe është koha që të shfrytëzojmë këto ditët e bukura të ngrohta. Jam nisur prapë në këmbë për të marrë Katalejen. Për herë të parë kam vendosur këtë varsen me perl që bleva, që i bëra dhurat vetes. Këtë behar i bie do të shkojmë për herë të parë me Koralin. Edhe do të shikojmë edhe reagimin e familjarëve kur të takojnë Koralin për herë të parë. Ashtu si disa prej jush kanë parë edhe videon në të cilën familjarët kanë takuar Katalejen për herë të parë. Është një ndër videot më të ndjekura në kanalin tim dhe me atë video besoj shumë prej jush më keni gjetur mua edhe keni bërë subscribe. Me sa shoh tek ajo video jeni bashkuar shumë prej jush. Për kuriozitet mund të më shkruani se cili prej jush ka gjetur kanalin tim pikërisht nga ajo video. Dhe për të gjithë ju që se keni parë e gjeni tek videot e mia më poshtë këtu te kanali im. Ço bën? Të si këllë së të loba si e ka hualja të loba. Korali. Kush të tha ty që është si hekur ajo? është heku si bën këtë. Bën hekuri? Se une në kam si të fëbër dhe une kam atë qimin. Shko ka qime. Dhe unë do të kullos me atë. Ta kulosësh ti. Okej, kulosë. Shumë i gjithë, mos e plek. Korali se shumë i gjithë. Qa ka e me dritë? Qa ka gjoka, mamit? Qa ka Korali? Korali sot bën 5 muajs. Kjo është veshja e njëjtë si që ka veshur edhe Kataleja kur ka qenë 5 muajse. Se unë kam to. Qa ke ti? Që janë ato? Lulis, se të li pëllësa si lifa. Ja si lifa këto. Hajde ta hapim të televizorin. Havash, mos bëhesh tu. Hajde. E gjenda? Jo. Që janë, mamita? Që janë? E qërë janë? A i gjendot? Nuk e gjendot? Mami, babi, ti jape një gosë që për i veshtet. Ja, ku t'ja ke parë ti këto? Ku t'ja ke parë? Dancing. Të dancing? E kam bërë babi Katalejes për dancing? Të shkosh ti dancing me këto? Bravo. Ti sikojmë tani, ti provojmë? Yes.
Jongi. Ja. Ai vrave pa tash? O zemra ime. O drita ime, ti të vlau më të la? Ti të më bitë. Koali, të kërkoj motra falje. Ti sa më falë koali që të vrave pa tash. Këtë li, ha? Hajde luaj me motre. Hajde. Luash vetëm me motlën. Ta? Pa vash, me se bërje të qëmë. Mirë dita, unë sa po erdha, kam marrë Katalean nga kopshti. Sot arsini ishte pushim, edhe shkoj tek një dyqan që shesin gjëra kopshti dhe mori këtë vazon që shikoni këtu. Do të mbjell një mimoz, kam porositur online një pemë mimoze dhe gjithashtu mori edhe dhe për të ndërruar të gjitha lulet që kemi brenda. U ndërruam dhe unë. Katalea po vjen tani me skuter. Katalea sot nuk ka veshur uniformën e kopshtit, sot duhet të vishnin diçka jeshile. Në lidhje me një aktivitet që do të bënte shkolla kopshti. Skala te u i babi. Korali, s'ko mami? Korali. Hajde të flasim me mami? Tata. Kujde i pës? Shpirt. Do të havi. Po hajde mere. Kujde i pi nuqja. Hajde mere nuqen. Babi mere nuqen. Katalea, sikoj si të i pi nuqja lokel. Ta sikoj. Qa ke o nuqe që qanë? O gjogu mami ti. O shpilti mami ti. Opa. Okay. Po nuk ti të hidhet. Të mësot. Nuk e di ajo që tundet kjo. I zën këmbët kësaj. Se Katalejes fare, i kemi vënë një asta...
Wow, ku do ulet Katalia? Sa gëzon. Edhe pak edhe t'i blejmë dhe koralit një si ajo. Ose ja blejmë Katales një më të madhe e të ulet korali aty pastaj. Po qaka mami ti. Do me thënë, këto janë kariket e reja që kemi marrë ne për camping. Unë do i vi këtu, unë do i këtu, kësë për babi. Unë do ule me Uj, babi. shpirti, Këtu mami. ule me babi. Po, zemër. Që më të lasi qesh? Që që më të qesh? Këtu me ty. Këtu. Këndoj pak o Katale, këndoj dhe ti. Sa. Ciao, hai Katalia tani. Peskun. Peskun. Si thot bufi të del pra? Pesco. Unë des për pesk. Didi? Bacon. How do you hang and you get to leave it? Yep. No. Let's say I'm balloon because you just play with me because it's tickly. Tickly. Because you're a failure. So leave it. Listen? I say listen. No, Koali. No. Listen. You're a failure balloon. No, listen. You have a big leader. Shake like that. Shake. You have a big leader, okay? You have a small big leader. No. The cheese like that's it. Yep. Katalia. Korali. Tikoj. Këtë ka mami zemër. Qongam. I kapi flokët ajo. Ti kapi flok, Korali? Zene, o Korali, okej. Të desu kur e shikon që ashtu. We are that. Where is this? Yummy. Sweet? Yes, it's sweet. It's sweet. Mom.
Fan. A derdhe filxhani? Jo. Po derdhe. Ande të më sa. Then, E derdhe më lag edhe mami. sorry. Did the choose going because I have my twin. Po çaj the ti Koralit kur po I jepje? Çaj the? O pu? Çaj the? O pufte? A pufte. O pufte I the. Donati? Lea e ke shtrënguar mami. Because you go, mom. Quali delle stimoli. Ma che tu sei di dosa. Quali? Na. Toys. Toys. It was you to toys. Quali. Which color do you like to flip? Color do you like, Quali? Green? Pink? Yellow? Orange? Sembra ime kur ti qove ti. Ti rita ime. O shpirt. Hajde. Hajde. Bravo. Bravo. Bravo Corali. Lea, po kur lëpjet kisht jo më hapet fleta e librit, faqa e librit mami, hapet me gisin që lëpive. It's a book out week. Before I will start cell phones. Let's have a page. Missed his timing there on the salute today, doesn't he? He's not quite on his game. Then at 10:20, with waiting lists for allotments continue to soar, Gardner Mark Lane finds out how a nifty... Na, Corelli, Mille. Sembra ime. Çfarë dëgjosh ti zemër? Gjinxhi logër? Të shikojmë që gjinë e logër të televizori? Hajde ta dëgjojmë. Mirë dita miq, e hapa kamerën tani,
Sot është e diel dhe është dita e fundit përpara se ne të shkojmë me pushime. Edhe sot në darkë jemi këtu në shtëpi dhe pastaj nga ora 1 e natës do të nisemi për në aeroport nga Edimburgu, pra nga Skocia. Se zakonisht mundohem që ta lë shtëpinë sa më rregull, sa më pastër dhe më kanë ngelur edhe pak punë për të bërë. Edhe thash që të flas pak me ju përpara se të merrem me punët e mbetura, por gjithashtu edhe për ta përmbyllur pak a shumë këtë video, sepse të shpresojmë që do të jemi mirë, pastaj do të shifemi me videot kur të jemi me pushime. Tani, arsyeja pse unë hapa këtë video, dua që t'ju tregoj dhe 2-3 gjëra që më kanë mbetur. E nisim me këtë çantën që na erdhi sot, e cila ka dhurata për Koralin edhe për Katalen. Sot paradite na erdhën për vizitë një familje e cila është italo-spanjolle. Ata erdhën për të uruar për Koralin. Ishin nisur disa herë që të vinin, por s'po u krijoi mundësia, edhe menduan të vinin sot me patjetër që të mos e linin pas pushimeve. Tani shpejt unë dua që t'ju tregoj këto dhurata që ata kanë sjell. Këtë unicorni, kemi këtë Kitty, unë nuk i njoh shumë mirë këto personazhet e kuklave, por gjithsesi mundojmë që të mësojmë ndonjë emër. Këtu kemi një veshje për Katalen, mua kjo më pëlqeu shumë. Me këto detajet, lulet e veta, e cila ka edhe këtë kanatierën. Gjithashtu kemi dhe një veshje për Koralin. Kjo në fakt është për 9 deri në 12 muaj, kështu që Koralit nuk i bën tani, por shikoni është me lëpërush, shumë e bukur. Këto ishin dhuratat që erdhën sot. Dua t'ju tregoj një dhuratë apo kujtim të veçantë që ju tregova para pak ditësh që do ta përgatisja dhe ja, ku erdhi momenti që e përgatita me qumshtin e xhirit, e cila është kjo varsja këtu sipër. E përzgjedha që të kishte formën e pikloti, sepse edhe unaza ka pothuajse të njëjtën formë dhe janë një kujtim shumë i bukur, e gjithashtu me një vlerë të pakrahasueshme. Tani, meqense ja hapa kamerën, dua që t'ju tregoj edhe diçka tjetër përpara se ta mbyllim, që ju kam treguar me video para disa kohësh që kam bërë një dhurim nga një pjesë e parave këtu të YouTube-it. Desha po ashtu që të ndaj përsëri me ju që kam bërë edhe 2 dhurime të tjera. Në goxha kohë që i kam bërë këto 2 dhurime, por sot gjeta momentin që ta ndaja edhe me ju. Tani unë do t'ju lë që të ndiqni një klip me disa sekonda për të parë se si rrin këto, dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës nga Shqipëria.